Profesor Dr. Zyhdi Dervishi ka qenë i ftuar në një bisedë me studentët e Universitetit Fanoli të Korçës për të diskutuar mbi rolin e poezisë në shoqërinë bashkëkohore. Ai solli për studentët edhe disa nga librat e tij më të fundit, nga njëri prej të cilëve i titulluar Në kryqin e udhkryqit, mori emrin edhe veprimtaria letrare organizuar në Korçë. Poezia sot natyrisht ka veçoritë e saj. Është poezi më shumë sintetike, i cila përpiqet të reflektojë problemet sociale, psikologjike të shoqërisë njerëzore, dhe një poezi e cila në një farë mënyrë ka një rikthim tek disa standarde të Dante Alighieri. Një poezi e cila përpiqet të reflektojë me skrupulozitet dhe thellësi mendimi dhe të veshur me figuracion problematikën që shqetëson shoqërinë njerëzore sot. Natyrisht koha krahasim me kohën kur ka jetuar Dante Alighieri ka ndryshuar shumë dhe disa mekanizma janë mekanizma funksionimit të poezisë janë të rrjedhëruar në forma të reja. Profesor Dr. Zyhdi Dervishi është akademik studiues dhe poet. Ai mban titullin Emblem e Art e Universitetit Fan Stylianoli dhe gjithashtu është një nga zërat më përfaqësues të mendimit dhe kulturës bashkëkohore shqiptare.